Haj miq, si jeni? Sot të përgatis sarmën tipike tradicionale, recetën e nënës time dhe shumë nënave tjera. Si fillim, zihem lakrën në një enë, shtojmë 500 gram mish të grirë, 2 qep mesatare, krip, piper i zi, piper i kuq dhe rozmarin. I përzihem mirë së bashku. Kësaj radhe do e bëj në formën rumbullake, siç është receta origjinale. Nëse u gjendet mish me kocka, mund t'i shtroni poshtë tenxheres me qëllim që sarma mos të ngjitet. Unë nuk isha për momentin dhe kam vendosur lakër të grirë. I rendisim në tenxhere, hedhim një lugë oriz dhe vendosim gjethe lakre përsipër. Receta është të hedhim piper të kuq sipër, por me që është shumë djegës, unë do i hedh 2 lugë salcë tomate me qëllim që t'i jap pakës ngjyrë, vaj ulliri, 3 gota ujë dhe krip, edhe e zihem në zjarr mesatar. Sarma ka zier dhe ka një aromë fantastike që gjithmonë më kujton kohën e fëmijërisë. Nëse e provoni, ju bëf të mirë. Shumë faleminderit.